Eci mëtej, Arjan Talhellari dhe djali i tij Lorenzo Talhellari u përfshin në një konflikt pranë zyrës së PSD-s në zonën e Alidemit ku u nxorrën edhe arma e zjarrit. Ora News ka siguruar pamje nga ky moment, ndërkohë që PSD sqaron se incidenti nuk ka lidhje me aktivitetin e saj, ndërsa shkaki i përplasjes dyshohet të ketë qenë një konflikt për baste sportive. Arjan Talhellari dhe djali i tij Lorenzo Talhellari janë dy prej personave të përfshirë në konfliktin pranë zyrave të PSD në zonën e Alidemit në kryeqytet. Në këtë konflikt janë nxjerrë edhe armët e zjarrit, e në një foto të siguruar nga gazetari Ora News Elton Qyno, dallohet pikërisht Arjan Talhellari me një automatik Scorpion të zi në duar. Pas identifikimit të personave të përfshirë në këtë konflikt, ai është shpallur në kërkim së bashku me djalin e tij Lorenzo Talhellari. Mësohet se shkaki i përplasjes ka qenë një konflikt i këtij të fundit me një person tjetër për bastet sportive. Në ndihmë të djalit ka shkuar babai i tij, Arjan Talhellari, i cili sipas burimeve nuk ka mundur të bëjë qitje. Pasi në përpjekje për të realizuar një veprim të tillë, atij i kanë rënë plumbat në tokë, dy prej të cilëve u gjetën në vendngjarje nga policia. Uniformat blu sqarojnë se gjatë këshyrjes së vendit të ngjarjes është konstatuar i dëmtuar me sende të forta xhami i zyrës së subjektit elektoral. Për situatën reagoi dhe PSD, që shton se ngjarja e ndodhur në mesditën e së martës në rrugën Alidemi nuk ka asnjë lidhje me zyrën e tyre elektorale apo me aktivitetin e Partisë Socialdemokrate. Vendi ku ka ndodhur incidenti ndodhet pranë ambienteve tona, por asnjë nga anëtarët apo simpatizantët tanë nuk kanë qenë të përfshirë në konfliktin në fjalë, thuhet në deklaratë. Më tej kërkohet nga organet kompetente të sqarojnë plotësisht rrethanat e ngjarjes.